nëse na herë një jetë kisha pranu me hy. Qëllimi jem kishte me qenë veç me jap një mesazh. Me jap mesazhe sa më shumë për gratë. Që kjo kishte me qenë qëllimi jem, me vlerësu vetën, me dasht vetën, me rujt vetën, edhe jo me shkel vetën për këdo, sepse pa e dash vetën ti s'mundesh me dasht as personin që e ki përballë. Po. Me që kishe hy sigurisht që si... çani kisha Shëngyli po thot me jap shembull për gratë, po çapo gratë të mrena, zi që janë të bo. Se di, as po foli ma. Po e fa shembull. Shëngyli kish hy si, jo si lojtare, Po, pra. si. A kish pas diçka që s'kishe toleru asnjëherë? Ndoshta nëse të kisha një personazh që potencialisht kishe mujt me ra dashuri, ose me u fiksu, se fitimi edhe shpati kanë qenë edhe thonë që shumë let mundesh. Sigurisht se ambienti, hapësina e bën vetën. A e kishe kufizu vetën ose jo? Sigurisht isha mundur maksimum me kufizu vetën nëse me ndodh, po edhe nëse kishte ndodh kisha qenë shumë e hapur. Po. Veç ashtu çka po shihni tash. Jo. Çka kishe bo ti për shemb? Unë ka bëu ti. Ti çka kishe bo? E po tash mbetet të shihet në edicione.